Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Pas 7 muajsh mungese, Kryeministri Rama shkoi sot në sallën e parlamentit, edhe pse nga opozita nuk ishte mbetur asnjë prej deputetëve të saj. Në atë sallë më herët pati përplasje të forta mes opozitës dhe mazhorancës për procesin zgjedhor dhe atë që Partia Demokratike e quan farsë zgjedhore. Por përveç këtij debati, sot u zhvillua dhe një nga ato takime që duhen lexuar më shumë për atë që nënkupton se sa për atë që thuhet. Pas zgjedhjeve të kontestuara të 11 majit nga ana e opozitës, për herë të parë, përballë njëri tjetrit u ulën përfaqësues të drejtësisë, institucioneve zgjedhore, politikës dhe faktorit ndërkombëtar. Në një tryezë të parë post-zgjedhore të thirrur nga ambasada britanike, u bë një përpjekje për të bërë bilancin e një procesi që la pas dyshime, pak përgjigje dhe ende më pak përgjegjësi. Kreu i SPAK, Altin Dumani, foli për 43 procedime penale, kontrolle, sekuestrime, por në thelb fjala e tij u përqendrua tek ajo që mungoi: denoncimet pa plota, agent të patrajnuar, materiale të pamjaftueshme. A ishte kjo një përpjekje për treguar punën që është bërë, apo një mënyrë për të larduar me procesin e 11 majit? Nga ana tjetër, komisioneri Celibashi nuk shmangu kritikat nga përdorimi i aseteve shtetërore, mungesa e transparencës në financime, fushata e polarizuar mediatike, janë vetëm disa nga gjetjet që sipas tij duhet të çojnë në një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Por a ka vullnet për këtë? Në studio sonte flasim jo vetëm për parlamentin, por dhe për atë që u tha dhe çfarë nuk u tha në tryezën e parë post-zgjedhore. A pati një hetim real për krimet zgjedhore, apo po shkruhet një raport për t'u arkivuar si shumë të tjerë më parë? A jemi përballë me të vërtetën, apo me koordinim për të shpërndar përgjegjësinë? Por ky debat publik nuk mund të ndahet nga ajo që po ndodh aktualisht brenda vetë SPAK-ut. Në sfond po zhvillohet një tjetër përplasje më e heshtur, por shumë më domethënëse. Shkarkimet bujshme, tensionet brendshme dhe një garë për kreun e BKH-s, ku 6 kandidat janë skualifikuar sot. A është kjo një luftë për më shumë drejtësi, apo për më shumë pushtet brenda një institucioni që pritet të jetë themeli i besimit të publikut? Do të diskutojmë të gjitha këto në emisionin e sotëm. Unë kam kënaqësinë të kem në studio zotin Dash Sula, deputeti i opozitës në parlament. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Now zoti Sula. Ylli Manjani, jurist. Manjan, mirëmbrëma. Mirë se erdha Aulon Kalaja, ish kandidat i koalicionit Shqipëria Madhështore për qarkun e Durrësit në zgjedhjet e 11 majit. Mirëmbrëma Aulon. Mirë se erdhe Bledian Koka, gazetar, Syri TV, Bledi, mirëmbrëma. Mirë se erdhe dhe ti. Ndjekim pak materialin, një kronik përmbledhëse se çfarë ndodhi sot në parlament, duke nisur nga Rama, që u shfaq për herë të parë mbas 7 muajsh, ku nuk shkelte aty e deri tek përplasjet e sotme mes mazhorancës dhe opozitës. Petro, kush të nxori ty nga parlamenti? Kartelet të nxorën, ta them unë ty. Unë e di që do dalë këtu do thurë jo e këto ato, pa ato të nxorën. Ku është ajo Sara? S'është këtu, asë Zeqineja, s'janë këtu ato. S'ka navë akoma. Ti je i fundit në Republikën e Shqipërisë që mund të flasësh për zgjedhje të lira. Ti je kampioni i vjedhjes dhe i grushtit të shtetit të 96-ës. Hoqe Dash Sulën edhe vure Ilir Metën. Por zotëri, merri gjitha këto që nxjerr dhe çojnë prokurorin. Kanë mbaruar zgjedhjet 1 muaj e gjys, ju s'bëni një kallëzim, sepse e dini fare mirë që asgjë nuk qëndron. Personi që foli këtu është një person i akuzuar për trafiqe të gjitha llojeve, filluar trafiqet e prostitucionit, përfunduar tek droga, është njeri i akuzuar me dokumenta zyrtare në sallë gjyqi se ka porositur vrasje. Dhe ndërsa ne flasim, çdo shqiptar ka parë në dritën e diellit çdo vot. E njëjta fitore spektakolare e Partisë Socialiste, e njëjta humbje madhështore e madhështorëve të dështimit. Ky Biblën e lexon si manifest në Marksit.
ky njeri që flet këtu, u nxi, u bë ster në aulën e Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian, për ato që u thatë, qoftë në raport, qoftë në diskutime të deputetëve më kryesor për farsën elektorale në Shqipëri. Zoti Sinaj, për çështje jashtë brendit të ditës. Pra kjo ishte në mënyrë të përmbledhur ajo që ndodhi sot në seancën plenare. Kryeministri Rama u shfaq aty rreth mesditës, 35 minuta ndeti, votoi 4 projekt ligje në mos gaboj dhe më pas iku u largua nga opozita, s'kishte asnjë deputet zoti Sula përveç jush. Pse ndetët i vetëm në sallën e parlamentit? Për të abstenuar, për më tepër. Apo jo? Jo vetëm për të abstenuar, për të votuar dhe kundra. A, votuar dhe kundra? Po patjetër, edhe nuk është seanca e parë dhe seanca e kaluar dhe seanca e kaluar. Në radhë parë. Pra opozita largohet, po thoni deputetët e PD-s largohen, ti qëndron aty? Do të jemi të qartë. Deputetët e opozitës, përjashtuar mbas zgjedhjeve të 11 majit, vetëm rasti sot që ishte zoti Berisha, që ndetën sa iku zoti Berisha dhe pastaj të gjithë të tjerë pothuajse, shumica, pastaj derisa ikën kokra e fundit, kur i thonë, dhe nuk marrin pjesë në diskutime, në debate për projekt ligje të cilët janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të debatuar, për të nxjerrë gabimet apo çfarë takon defektet një projekt ligji që të duhet që opozita detyrë ka, që të bëj rolin opozitar. Ta replikoj. Të replikoj, të shohi defektet, gjërat, çfarë ka mangësi një projekt ligj dhe unë mora me 3 projekt ligje, të cilët ajo është detyra ime kushtetuese. Dhe të jemi qartë në këtë. E kuptoj, pra ju qëndruat në sallë nuk e kam bërë sot, e kam bërë që nga 2005 që nuk lëviz kur jam deputet që arrit 5 orë, 10 orë, 7 orë pa lëvizur. Është detyrë kushtetuese. Nëse nuk bërë në komisionin, deputet çka ka? Komisionin parlamentare, aktivitetin komisionit parlamentare, aktivitetin në seanca plenare. Pastaj se çfarë bën gjëra të tjera, pastaj ti tek është tjetër gjë. U surprizuat që e pat kryeministrin sot? Se 3 herë duhet këtë ardhur gjatë këtij viti, po themi. Kryeministri është në kushtet e rehatisë, do ta pranojmë gjithsesi, edhe kur nuk ka qenë përpara zgjedhjeve 11 majit, nuk ka ardhur përsëri në kushtet e rehatisë, që tregon që deputetët e tij ka në rresh në kuptimin e asaj që urdhrat në kuptimin që është si kryeministra apo si grup parlamentar që ka i majorancës, gjithë i votojnë ose rrinë, edhe ato të cilët nuk janë apo që nuk kanë që kanë qenë pse u shfaq sot Rama, zoti Sula? Për dhënë ndonjë mesazh apo ishte në hall për të plotësuar 74, pra quorumisht 74 deputet për ato projekt ligje që u votuan? Për mua mendoj, nuk është se di. Mirë, më që ishte në sallë. Si e kuptoj unë, si e lexoj unë, është sepse ndoshta mund të ketë patur zëra brenda majorancës të cilët që kanë paganësitë të tyre për projekte të caktuara të cilët mund mos i votojnë ose të cilët abstenojnë. Dhe fakt pati mos gaboja 3-4 duket ishte zoti Braçe dhe 2 deputet të tjerë të Partisë Socialiste që abstenuan për 3-4 deputet që pati dhe një PSD-s që abstenoi. Okej. Atëherë kështu e një 4 deputet majorancës që patën abstenim për projekt ligjin për sportin. Po pse kaq mund ta shpjegosh pak ç'është ky projekt ligji për sportin që kryeministri e paska me kaq merak? Jo, nuk është se ka ardhur kryeministri vetëm për atë projekt ligj. Nuk mendoj që është ajo. Por është lidhur me pasaj edhe me këtë anën tjetër që duke qenë që erdhi Berisha, ndoshta mund të ketë ardhur që mund të ketë patur në një moment që mund të kishte në po themi në debat nga një Berisha kishte kohë që kishte ikur. Por mund të rikthesë, ato ikin, kthehen në seancë, ka dashur debatin thonë ju. Ka dashur të replikoj me Berisha. Mund të ndodhë edhe gjë të tillë. Por gjithsesi problemi nuk është ato janë rehatin e vet, do t'i kuptojmë. Në ç'kuptim. Ato janë kal kur thuhet fjalë urt popullore. Problemi është që si përmbush detyrën e si opozit. Pra vjen aty më tregon një opozit totalisht çorganizuar. Pse çorganizuar? Po çorganizuar pra sepse të thash, përdesa pranon të vish seanca.
për farsën elektorale që stua. Dakor, vjen për farsën, po vazhdo, filloi minutën e parë, deri minutën e fundit, mbyll parlamenti, vazhdo më denoncon për farsën elektorale. Prova, fakte, gjëra të tjera, debat për farsën elektorale, debat për projekt ligjet, debat, sa është detyra. Ato vjen se cilin e savëve, një në kafet, një rri për jashtë, një zvjen fare, a kupton, kjo është tregon që është në një moment jashtëzakonisht të çorientuar opozita. Ti je shef të çorientuar. Mirë, ndoshta kishte vendimarrje që të mos të abstenonte. Jo, nuk është ajo. Nuk është se po ti ashtu ti bojkoton fare. E bojkoton, nuk shkon fare në seancë dhe në rregull. Nuk vjen fare në seancë. Po jo vjen 5 minuta, 10 minuta, i fut mirë, është një dritare përballje me deputetët e opozitës. Se arena në media janë të pakta rastet kur përballin. Arena debatit, që deri qytetarët, që në media gjitha është seanca plenare dhe komisione parlamentare, ti jemi qartë tani, kjo aty janë gjithë. Trupa parlamentare. Mirë, se nuk e kam një profesues të opozitës, po gjithsesi, kjo që ti pyesja më saktë, pse largohen. Por ato nuk vinë. Jo, i opozitës unë ashtu e prezantova, nuk është i mazhorancës, po po them nga ata deputetët që ikën u larguan. Vinë deri në një farore, denoncojnë farsën elektorale dhe më pas ikin largohen, pra nuk rrin aty. 2 vete për 3 vete flasin. Flet Flamoni, flet Gazi, ka folur pak, Berisha që erdhi sot, ti nuk kanë folur. S'flet njëri tjetër përveç këtyre të tre. Nuk ka. Ndoshta këto janë të janë pika më e forte e të mundohemi të justifikojmë edhe unë si kam koleg për 4 vitesh. Edhe ju edhe kushdo që nuk bën sens justifikimi. Sepse ka gjë. Ose shkon sa ato nuk shkon. Ose jo, personalisht çfarë ishin ligjet që po miratoheshin. Jo, ishin disa përkafshë, kishte disa projekt ligje të parëndësishme, po ai sporti. Përshëndetje bim, përshëndetjen e kafshë, për ligji për të huaj që jashtëzakonisht e rëndësishëm, Se Manjani këtu po i përmendet huajt. Për ligji për të huajt për pusuarit në Shqipëri. Për ardhjen e tuajve, të cilët unë kam nxjerr defekte 10 pika, të cilët i denoncova në seancën plenare, sepse po të them që ka defekte maksi shumë të mëdha ai projekt ligj. Në të cilët opozita do të ishte aty të debatante dhe nuk denjoi fare ti aty prezent. Pra, do të thonë, në themin e sot që 74 deputet kanë vendosur që të thonë shqiptarëve ikni nga Shqipëria se vinë të huaj punojnë. A është ky ligj? Efekte, që keni dakord këtu, s'pas ka debat. Pika 10 ishte kjo, që zotëri thash, këtu në pikët e tjera, përmbyllemi këtë që ju përfundimisht i thoni 33, mos e shohim këtu, ikni. Sepse nuk i përkrijoni as kushte për punë, as për strehim, as për gjë tjetër dhe i thoni, hajeni ju tjerë ta ndegeni. Edhe sa do vinë, edhe ndër vite nuk e dim se si do ndodhi shoqëria shqiptare përpara çfarë paparashikueshmëri do të jetë. Ka Bangladeshë sa të bush. Manjan, përveç Bangladeshasve, ti si e pe vajtjen e Ramës? Çfarë mesazhi donte të jepte? Sot apo ishte në hall vërtet për këtë numrin e 74 deputet që duhet votonin për Besoj që duhen ndashë ato ligjet. Unë ka që besoj. Dhe ka shkuar atje vetëm për këtë, apo për dhënë një mesazh? Sepse vetë dashi foli për këtë shkalafatjen e anës djathtë farfallës, po edhe ana më si është shkalafat unë duket, se ke parasysh, edhe ata janë pa mandat më shumë se gjysma e tyre. Pra s'kan fituar zgjedhjet, po normalisht më tash e kupton çai thutja e tij, e kupton? Pra do një super çekan që ti mbledhi dhe aty s'ka çekan tjetër. 35 minuta i ndëjti çekani aty. Aq mjaftoi. Sa më ngret dorën, pastaj ato gjymtyrët e tjera i ngren vend tjetër ato, po çështja është që pra kishin nevojë për një çekan deputetët e PS-së. Një çekan patjetër. Mazhorancës sot. Edhe Rama ishte çekani. Po kush s'ka tjetër, kush tjetër çekan aty? Niko Peleshi. Niko s'është çekan, Niko djalë shumë i mirë, por nuk është çekan. Niko Peleshi thua, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ose Batipal. Bledi. Shiko, zoti Rama sot qartësi nga mënyra se si e pasi si u shfaq vetëm në momentin e votimit, me shumë gjas mund të ketë pas nevojën edhe për të treguar edhe për t'i parë vetë me sy kush janë besnikët dhe kush janë rezistentët. Por kjo është punë e brendshme e tyre. Tani sa i takon pranisë së zotit Rama në parlament, që është një çmenduri totale që kryeministri i Shqipërisë nuk shkon në parlament, kjo sigurisht që kjo s'do as mund ta skalon. Shikoj për shembull herë pas here çdo javë kronikat e seancave plenare të parlamentit italian. Giorgia Meloni është në çdo seancë aty. Në çdo seancë është në parlamentin italian duke debatuar për gjitha çështjet e tjera. Nuk e çon në përmend Giorgia Meloni që mos shkojnë në parlament të ballafaqohet me çështjen. Sa i takon opozitës. Kam i farë pajtimi me zotin Sulja kur thotë që ata ikën sot edhe si do mbajtën ca fjalime.
sot në parlament opozita përveç farsës zgjedhore që është moto e saj, po themi kështu, moto e saj politike. Jo, mirë, zoti Sula Thashtë rrinë deri në fund, vazhdojmë. Deri në fund, vazhdo me të njëjtën retorik, thot ai. Dhe ndoshta po të kishte ndetur opozita sot. Mbas edhe Rama do ta kishte patur përballë dhe mund të kishte patur mundësi të debatonte. Unë po të isha deputet i opozitës, sot minimalisht përveç atyre farsë zgjedhore do kisha folur edhe për dy çështje që janë shumë të rënda që janë denoncuar në media. Gjë e parë është që sot ka dalë informacion që kryeministri i Shqipërisë i është rikthyer prapë pajarëse vetë personale ose charterit me 35.000 euro kosto. Pra e njëjti kryeministër që refuzoi që të bënte, po themi, transparencë për kërkesën që bëri opozita në vazhdimsi për çështjen e përdorimit të charterave personal, ka rënë sot prapë në grupën e charter personal. Është informacion që ka dalë që para dite dhe unë sot e gjithë ditën akoma nuk kam parë një reagim nga opozita dhe as nga zoti Sula, po doni se tani i përmendim gjithë për këtë çështje. Po të isha unë deputet opozitës. Sërish po të isha deputet e opozitës. E ka bërë një herë opozita këtë debat për charterat e Ramës, po s'ka fituar gjë është problemi. Po kjo s'është argument për ta lënë. Nuk janë për si më thënë, e bëm një herë dhe me që nuk ngjiti po e lëm. Betejë në raporti me të vërtetë nuk është një betejë me imparciale, ku ti e bën sa herë ke në interes dhe e lëshon pastaj kur kërkoi komisionin timor në Mosgabë parlamentar për charterat dhe nuk e dha. Saj sot do të kishte një kërkesë. Si mundet që kryeministri i Shqipërisë të vazhdojë të udhtojë me charter personal 35.000 euro? Në mos kush ja pagoi charterin? Ku është ky kryeministër që nuk ka ndjeshmëri fare sociale në raport me popullin e vet, me njerëzit që e kanë pensionet 150.000 lekë, që akoma e hyp charterit pa pikën e turpit dhe pa pikën e kësaj. Pra po t'isha unë. Opozita fjalën ka dhe fjalën duhet ta shkundi. Një e dyta. Sot kryeministri i Shqipërisë ka dhënë një intervistë në The Guardian. Ka thënë që nëse Shqipëria integrohet antarësohet në Bashkimin Evropian, ky do ishte momenti më i mrekullueshëm për të lënë stafetën. Po, kjo është një gjë, por ama nuk ishte çështja e intervistë. Çështja e intervistës ka qenë tjetër. Sot kryeministri i Shqipërisë ka bërë një gjë që ka bërë në 2016 me Donald Trumpin. Ku atëherë doli i tha Donald Trump që ti je turpi i botës nëse zgjidhesh dhe raportet me Shqipërinë nuk do të njësoj, ndërkohë sot kryeministri i Shqipërisë ka dalë dhe jep mend dhe kritikon politikat e qeverisë britanike për mënyrën se si e shef ajo dhe si orienton ajo çështjen e azilkërkuesve dhe thotë që propozimi për nkrimin e kampeve në vende të treta është një pikë e zezë në politikën britanike. Dhe pyetja është, si ka mundësi që kur vjen puna te Italia, kjo nuk është një pikë e zezë për politikën italiane? Dhe kur e kërkon Britania, kjo është një pikë e zezë për politikën britanike. Mirë, ti thua, po ti ishe deputet i opozitës me këto shqetësime do merreshe. Do t'i kërkoja. Ti nuk do kërkoje Zeqinen dhe Sara Milen, siç kërkoi Berisha. Edhe një herë. Ti do merreshe me këta. Edhe një herë, nuk e di çka kërkuar Sali Berisha. Unë po them që këto gjëra si njëri që dua që ky vend ketë opozitë, do prisja dhe do të ngrihet zërin, do të thotë qytetarëve shqiptarë që kryeministri juaj udhton, vazhdon të udhtojë me 35.000 euro charter tajarja vet. Dhe po sot ky kryeministri juaj që ka ngritur një kamp pa pyetur askënd dhe i ka dhënë territor një shteti tjetër dhe këtë e thot këtë shqetësimi si personale na ka bërë neve edhe italianë, se dinim ne që ishim italianë, nxori Sali Edi Rama sot që Shqipëria dhe Italia janë një popull dhe nga ana tjetër po ky ndërhyn në punë të brendshme të një vendi tjetër dhe dikton dhe kritikon qëndrimet e një politike tjetër. Një opozitë duhet të jetë sensitive për të gjitha gjërat. Dhe di çfarë ndodhi sot? E vetme gjë që ndodhi, mbas farsës zgjedhore, doli një nga deputetët e Partisë Demokratike dhe kishte hallën se nuk ishte bërë një varr monumental kadares, që mund të jetë një shqetësim ose mund të jetë nevojë patjetër. Ti do pa sens kjo. Pa sens më fiks me bot dasëm në mort ishte kjo. Me qa hallën e kadares. Ndërkohë që se s'po i futëm se që bashkëshortja e të ndjerit del dhe proteston kundër institucioneve drejtësisë ditën kur arrestohet Eren Veliaj. Po kjo është zgjedhje gjallët me gjallët, dekurit me dekurit. E kupton? Pra, do t'i shohim gjitha. Unë nga opozita ime, po edhe nga zoti Sule, po them dhe do e kisha pritur që zoti Sule ta lexonte lajmin dhe kur erdhi Edi Rama dhe thoshte 2 sekonda replikë ose procedurë, ti zoti Rama të të vi turp për shembull, një deputet opozitë i thotë të të vi turp që ti harxho 35.000 euro për të fluturuar i harxhoj për NATO-n edhe Donald Trumpin. Patjetër. Unë mendoj që është e turpshme. Zoti Sule mund mendoj që s'është e turpshme. Jo, nuk e di lajmin thotë. Sinqerisht nuk e di lajmin. Si mendoj se lajmi? Si duket? Absolutisht që është gabim. As diskutohet. Po mendoj që është skandal për shkakun. Tani për skandale këtu jo mbaroj ka më shumë se sa kaq. Unë mendoj që kjo është po edhe puna e chartit. Unë mendoj që kjo është këshillim politike.
Mi pra, do ishim të lumtur të kishë skandali deri në nivele, e kupton? Këtu është tërësi. Përveç është kafshëri dhe skandal. Sepse këtu është mungesë totale transparencë një kryeministri që duhet bëj krejt kundërtën. Që ka kërkuar mandatin, ka kërkuar votën, dhe le thot tani që unë jam dhe kryeministri një vend edhe kam pensioni 105.000 lekë, edhe u thënë tajare 335 euro. Unë mendoj që opozita po t'i bëjë këto tash. Ti se ke parashtroj vetën time, unë nuk e parashtroj vetën time absolutisht nga përgjegjësia si politikan për 20 vite. Aq përgjegjësi sa kam. Por jam shumë i qetë në ndërgjegjen time që të paktën nuk jam nga ata politikan që kanë futur durët për të fituar, për të pasuruar dhe për të bërë gjëra të tjera. Tani, sa përket skandalit, sigurisht unë i qëndroj përsëri atë mendimin që gjithçka politika e ka çuar këtë vend në këtë pikë të drejtë ku jemi. Edhe ti kërkosh tash të gjithë institucionet tjera, problematika tjera, në një kohë që politika është ajo që trazon gjithçka, që mban erë me gjithçka. Çfarë do bëjmë? Ta lëm këtë mua? Jo, nuk do ta lëm. Çfarë do bëjmë pra? Nuk do ta lëm, po problemi kush është këtu? Problemi është që po ta bësh re, nga 2005 që kam hyrë në politikë, nuk ka gjë drejt përmirësimit, ka drejt degradimit. Drejt prishjes së shkatërimit. Shumë dakord, çfarë do bëjmë? Do luftojmë, por jo. Do luftojmë pra, bravo, shumë mirë. Do luftojmë. Po si luftohet? Si luftohet? Si luftohet? Do shtar. Apo jo? Do shtar, pa vetëm kështu. Ai kuptimin e figurës. Do shtar, do oficer, do general, do komandant përgjithshëm. Shumë dakord. Kështu bëhet lufta. Se në Amerikë ai komandanti i përgjithshëm e dha urdhën. Ai krau tjetër, ai jep urdhën krau tjetër. Edhe ai në Izrael ai komandanti i përgjithshëm. Tash pyetja është për ty, ti pret urdhër që të bësh opozitate? Jo, more, unë pres urdhër. Ti mendon se unë marr urdhër kur bëj opozitën? Jo, nuk nisesh dot. Ti mendon se Auloni ka marrë ka prit porosinë e generalit që të bëj betejë të veta? Nuk po ta fragmenterizoj situatën. Po e bëj debat është shumë shqetësuese kjo. Tani kjo ide është pra nerën në të pikë, mbaroj dhe lëm. Tani, shikoj pra qasjen e opozitës. Qysh sot shikon që këta janë një tokë ose një batalion shpartalluar. Që ti nuk fillon punën, qysh sot për gjithçka. Je opozit po. Fillon më bëhet e punë. Atë që tham edhe zonja Mbylli dhe ju dhe gjithë po themi këtë, nga minuta e parë deri minutën e fundit, vazhdo më aty debat, karamo, debat, përplasu, gjithçka aty. Pse ikën në kafe, pse ikën problemet tuaja, pse ikën tash dreka, për të pish alkool, për ku digjaun punë të tyre, pse bën këtë gjëja? Tani unë mirë e keq. Ai sa pavarësisht që nuk jam këtë anë tjetër, nuk do jem në diktaturën tjetër që por ma detyrë, për mushën detyrës kushtetuese kam për detyrë të rri aty, se se kam bës sot, kam 20 vjet që nuk lejtisht e herë. Të duhet të jesh deputet me 100% politikan apo jo? Jo pra jo. Besoj që ty, masi të marroj seanca fundit, ti do të flasësh më. Diçka më aty, vin aty, i fusin ai qeshve, na herë në mohabet kështu, është shpërtar keq më vonë. Nuk ka seriozitet. Po do të tregon pasaj që në moment që zgënjehen, edhe tash ai shket televizori, ai shket kamera, shikon tash çfarë bën njëri, çfarë bën tjetri. Okej. Kjo është gjithë situata aty. Aulon, më mirë që je apo si je te ky parlament? Që je jo, që si je te ky parlament. Do duhet isha. Ti tjetrën, po ajo ka zëqinen, Sara Milen. Shumë mirë, ato janë, me të thonë drejtën, ato janë mandate me flamuj të kuq për mendimin tim që çdo intelektual shqiptar do duhet marrë qendrim për personazhe të tilla, siç është dhe një drejtor në qarkun e Durrësit, me cilin ndodhi mrekullia, domethënë në 2021 mori 2500 vota, në 2025 mori 21.000 vota. Ja kaloi edhe shefit vet, domethënë me vota. Edi Rama ka marrë 15.000 vota në 2021. Ti u binde që nga rinumrimi nuk nxirret gjë? Unë? Po. Jo, sepse e para e qarku Durrësit nuk është rinumruar akoma. Mirë, qarku Durrësit jo, po ja nga Tirana, nga këto qarqet e tjera. Jo, nuk u binda dhe ta them pse nuk bindem, sepse nuk janë ndjek tra hapa praktikisht. Spari, unë kam qenë kandidati parë që e kam vënë lëvizje Kasin dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për rinumrim, sepse po e shikoja çfarë po ndodhte me kuti. Tani asgjë s'ka nxjerr në pas. Ja, po ta them unë pra se çfarë duhet nxjerr. Jo, thjesht po ta kuptuar me që kam këtu, se pastaj do ndalem te kryeza e sotme. Tre gjëra do them. Kutia është pika fundore e manipulimit votës. Pra në kuti ti shikon vetëm faktin që i është marrë Aulonit dhe i është dhënë Bledit vota. Ndërkohë nuk mund të shikosh dot se çka ka ndodhur nga numërimi i parë për subjektet politike deri tek numërimi i dytë. Ajo që kam kërkuar unë është këshyrja e videove dhe ballafaqimi me kutin. Kam bërë 2 orë gjysmë debatun në kas për këtë çështje. Dhe ata bënin sikur s'kuptonin. Dhe pastaj kur e kuptuan ose më saktë bën sikur e kuptuan, më thanë që duhet shkojmë në prokurori. Unë prokurori do shkoj patjetër. Po, e ke thënë që do shkoj. Po, vetëm prokuroria mund ta zgjidh problemin që kam unë, se çka kam ndodhur për shembull. Kur kam parë votën time,
në numërimin e parë, tek numërimin dytë më del që ja kanë dhënë dhe i kandidati tjetër. Pra më ka ik një vot, ose një vot që është votu vetëm për subjektin politik, te numërimi dytë ka dalë që ja ka marrë dhe Bledi votën tjetër. Pra këto probleme nuk i zgjidh dot Kutia dhe momenti i tretë që ka bërë dy. Po dolën, po çfarë do fitosh apo thjesht? Një sekond, ta marroj edhe momentin e tretë, se të thash vetëm dy. Momenti i tretë ka të bëjë pikërisht me votat e pavlefshme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ose më saktë Kasi ka vlerësuar. Votat cilat për partitë politike kanë ndjekur standard tjetër, për ne kandidatët kanë ndjek standard tjetër. Kush janë ata, kush e jep fuqinë atyre që të quajë votat e shqiptarëve të pavlefshme? Ku vullneti politik i atij njeriu që ka zgjedhur totalisht i qartë dhe komisionerët si të PS-s dhe si të PD-s kanë vendosur me marrëveshje që kjo votë është e qartë. Kjo ka ndodhur për me na diskreditu neve që kemi kërkuar numërimin. Dhe unë e denoncoj nga kjo studio të gjithë tentativën e Kasit për të na baltos neve që kemi kërkuar numërimin, sepse aty do dalë sigur Auloni apo Bledi apo tjetri ka marrë vota. Ndërkohë kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi kërkuar votat që na janë marrë. Unë kam çuar në KQZ video ku në kutinë e sukthit nga 4 vota, janë shënuar vetëm 2 vota. Nuk e thashun, ja dërgova me video, ishte stafi KQZ-s që i mbajti shënime dhe më kishin marrë 2 mu, 2 X-it, 1 Y-it dhe 5 votat ja kishin çuar kandidatit tjetër. Si kjo kuti, unë kam pa dhe tjera dhe i thash dhe Usmailit, hapi videot e tjera ti shikojmë bashkë. Ti se ke këtë betejë për të marrë mandatin, e ke thjesht për të vënë në vend. Unë nuk e di se çfarë do ndodh, unë do të shikoj votat dhe në rast se këta qyjnë votat pavlefshme, se unë kam marrë ca vota me vete, domethënë se unë i kam videot e KQZ-s, fatkeqësisht për ata. Çfarë votash ke marrë? Ja, vota për shembull si kjo. Që një X ka dalë, ja është emrim këtu për shembull? Ka dalë X i pak nga kutia, me standardin e Kasit, kjo quhet votë e pavlefshme, ose vota me brenda në kuti. Jo, nuk është në kuti kjo. Të tregoj unë ty voto tjera. Ashtu duket paktën brenda. Shikoja, këtë tikun. Shikoja. Edhe shoh dhon. Ja, kjo vota këtu, e shikon? Që ka dalë pak nga kutia. Kjo quhet vota edhe për mua dhe për kandidat tjetër, pra quhet e pavlefshme me standardin e Kasit. Dhe unë do ta ankimoj, po pres vendimarrjen e aty. Pra dakor, thjesht një pyetje të bëra pra. Pra ti do ta vazhdosh betejën Aulon. Fal, ka dhe diskriminim tjetër këtu Erla. Ti ke votuar besoj apo jo? Atëherë, kutia partisë ka qenë e madhe apo jo? Kutia jonë e kandidatëve se na ka pjell lopa neve. Po jeni shumë emra. Jemi shumë emra ne. Po tani. Okej, kështu është. Se po të dalë dhe kutia e madhe për emrat tuaja, kush e di sa do ishte fleta e votimit pastaj. Do të më marr xhams madhues me vete kur të votojnë njerëzit edhe kështu do ngatrohen njerëzit. Pra unë gjykoj që këto lloj votash. Kishte një lloj tolerance edhe për një vizë të dalë jashtë kutisë. Po patjetër mos e kështu është vendos. Atëherë ku shkoi barazia votës Erla? Çka ka ndodhur tani? Do hapet Durrësi, Tirana dhe Fieri, po në Kukës ka pas vota të tilla, po në Berat ka pas vota të tilla, po në Vlorë ka pas vota të tilla. Atëherë ku shkoi barazia ime si kandidat me zgjedhësit e tjerë? Momenti i dytë tani që ta mbyllun atë që po. Unë nuk kam koment për kryeministrin, unë kam koment për kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. I cili sot ka thënë aty do ndalemi. Një ndër objeksionet e vet, do të pyesësh më vonë. Ta dëgjojmë, do të pyes patjetër, se dua që ta dëgjojmë njerëz, se kam kronikën gati. Ja kam kallzuar spak, prandaj po them. E ke kallzuar spak Celibashi? Atëherë, prit, mbaje aty lajmin, ma thuaj direkt pas, po kur ti jetë gati, një sekond, regjia e di, kam një pyetje për Manjanin, pra për të gjithë në një farë mënyrë para se të shkoj te kronika, pastaj e tryezës së sotme që le të themi ishte tryeza e parë post zgjedhore, të cilët i mblodhi ambasadori britanik, ambasada britanike. Po Manjan, ky do jetë parlamenti që do shohim legjislacionin e ardhshëm, se Rama shkon kur i teket, një herë në kaq kohë. Me Berishën nuk përballet. Duket sikur gazet i ka lënë zeqin nën, Berishën si ka lënë Sara Milen, ju përgjigja ajo sot, bëri një video për Berishën, tha aty do më kesh, mandatin tjetër, duket sikur ky do jetë parlamenti që do shohim ne. Qefa, pse nuk e shihni si institucion qefi? Po si qefa? Po qefa me gallata bukuri. Ke çdo të ete ka një kush do me pa, kush ka interes. Qef për ty si spektator, po unë si shofar, më si kam pa ndonjëherë, po them që në parim kush do me pa, këto që thua, kështu si i përshkruan ti tani, është qef, gallat qeka. Po se është shumë e qartë që telenovela që pam gjatë fushatës do vazhdojë dhe në parlament. Zeqineja. Unë them që me gazin, pavarësisht sa ai mbasës do t'i kthej përgjigjen, nuk do merr. Unë them që parlamenti do jetë gjithnjë më shumë i zhvlerësuar. I zhvlerësuar. Absolutisht po. Dhe i degraduar? Degradimi është pjesë e zhvlerësimit. Domethënë, shiko çka ka ndodhur. Për të jemi pak serioz në analizë. Për i vitesh kështu. Me saktë dhe jo çuditërisht koincidon me periudha të caktuara. Jemi në vitin 2008, po kthehemi mbrapsht në kohë. Dhe që nga i vit edhe deri sot që flasim, po ta vini re me vëmendje, përbërja e parlamentit, cilësia e parlamentarizmit
dhe parlamenti si institucioni më i rëndësishëm kushtetues ka ardhur duke rënë, duke u zhvlerësuar gjithmonë e më shumë. Gjithmonë e më shumë. Domethënë, për sa kohë që mjedisi politik është one man show, do ti është one man show, ju kanë vetë praktikë të mëdha, shive të voglat. Edhe të veç gjithmonë. Ja mund do taj. Pa mua këta të maruar, e kupton, të thonë gjitha. Pra është një lojë e one man show, e cila nuk stimulon kolektivin, ekipin, grupet parlamentare, njerëzit me nivel përfaqësimi. Hartimi i listave është momenti më i rëndësishëm për të kuptuar se çfarë vlere ka parlamenti. Domethënë shifini me vëmendje se çfarë ndodh në momentin e hartimit të listave dhe si ka ta ndiset gjëja. Ka ta ndiset në personazhe, të cilët nuk kanë asnjë kontribut, nuk kanë asnjë, jo vetëm kontribut, por nuk dinë bëjnë asgjë. Kam insistuar dhe vazhdoj të insistoj që edhe puna e deputetit duhet matet me diçka më. Pra, unë po t'isha kryetar partije dhe do duhet të zgjidhja një listë me kandidat, do hapja një konkurs fare thjesht. Çfarë konkursi? Dhe do të bëj 3 pyetje të bëja. A di të mbrosh një kauz publike? Ja pra i ka futur në kështu, në trajnim. Po jema kjo është post factum. Okej. Unë po them para se të hysh njerë, a di ta bësh këtë gjë? A di të bësh ligje dhe a di të kontrollosh qeverinë. 3 detyra ka parlamenti, ai deputeti. Në qoftë se s'bën këto 3 funksione, që janë funksione që burojnë në mënyrë genuine nga një republikë parlamentare, për këtë punë është parlamenti, të bëj ligje, të ketë një avokati, të ketë një vokacion për një interes publik, pra të artikuloj një interes publik, di të mbroj një interes publik. Edhe i vetëm, o deputeti për ne është deputet, se është i vetëm, është solitar. Po u bë grup, akoma më shumë, por edhe si deputet i vetëm, ke një kauz, pavarësisht rrjedhimit politik, di ta bësh, di ta bësh, e ke apo se ke, dhe a di ta mbrosh apo s'di ta mbrosh, dhe e treta, si kontrollohet qeveria. Kjo është thelbi i gjës, kjo është baza e çdo lloji parlamenti. Tani më thoni ju mua, në cilin rast, në 2008 e këtej, se nuk duhet shkoj edhe më herët, se hera fundit që parlamenti ka kontrolluar qeverinë, ka qenë parlamenti i 2002-shit, që nuk i jepte votat për ministra Fatos Nanos. Kjo është hera fundit që parlamenti ka bërë detyrën kushtetuese. Hera e fundit. Dhe kjo është e trisht kjo që po them. Është e trisht. Kurse tani është kthyer në një noter. Tani se ekziston fare, tani është gallat, më çan noter, noteri është serioz më. Noteri është institucion serioz, mos flasim kot. Tash është gallat, më tash është portokalli. Mirë, gallatën do vazhdojmë ta shohim. Shifeni impostimin, si impostohen, më vishën, kërk, në një... Po ç'ke me veshjen tani se... Jo, po, patjetër që kam edhe me veshjen, se është pjesë, po patjetër mëse është pjesë e gjës. Se mirëqenia është rritur manjan tani. Patjetër që është rritur. I fundit që mund t'i vetes në një dëm, është populizmi. Mund ka çam duhet populizmi, realisht. Por ka një gjë që duhet jetë proporcionale me vendin ku jeton. E kuptoj. Të duket mund si te për të shfaqe disa... Me qira fjale, vetëm pak sekonda. Ishte e turpshmaja që e avokatit popullit, që bëndë sfilat moda atje. Kush sfilat moda? E popullit atje. Sfilat moda më bëshin tash, ishte e turpshme. Ajo ishte e turpshme. Ajo është turp shtetëror. Po prit në një sekundë. Dakord, kishte vënë edhe një pankart atje dhe bëshin edhe foto kështu. Hajtë se po bëj foto me avokatin e gjitha eventet. Pa laço. Ashtu ndodhë të gjitha eventet. Nuk ndodhë si vendas avokatin e popullit, do të vjera qenë atje. Në hallet e popullit, patjetër, do ishte nën Liza atje, në atë fest. Dhe jo trafelet e influencerëve të Facebookut. Kush të bëri përshtypje ty, Eliza Skoropali të bëri përshtypje? Njëra më trafelet se tjetra ishin. Patjetër që roje etikën ndaj zonjave. Jo, s'ka etika, etikën e kanë shkel ata. A ishte fyrje që i kanë bërë popullit shqiptar. Pritje i bëjnë institucionet. Jo, nuk ka pritje, pritje. Pritje bëj, po më po të merr hallë gjithë që i kanë ndihmuar në 25 vjet. Dakord? Që ta kuptoj. Po mos më tregoni mua çka kontributi ka Elisa Spiropali atje. Apo Grita Duma, apo Hasani Eseri. Po çfarë them pra se më çon vetë emrat? Am përmendë, a dishe emrat? Jo. Jo sisha, nuk kishte ftuar njëri. Edhe kështu me fustane, me abido dasera, që i thoni se ju italisht dini më mirë, unë s'di italisht. Të merr më. Elita mbrëmjes. Hata. Ishte turp protokollar. Kush e dëgjon turp protokollar, nuk ka ku bëhet. Avokati i popullit, i hallexhive. I hallexhive. Po le pra tani. Nuk e kam për popullin, se nuk jam te bota e votave.
që në thoni populizmi. Jo, unë nuk jam të bota, nuk më duhet fare. Ju e dini se sa çaj bëj dhe popullit kur është fjala për t'ia bërë popullit. T'ia fillojmë dhe listën e bukës gojës. Njësësi organizimi nuk ishte i keq. Po çështja është që kështu është edhe ka puna e deputetëve, kjo është edhe puna e parlamentit. Vjen nga charteri dhe shkon tek ajo që thot Hylli. Kupton është. Ti ishe flidhura. Dakor, po patjetër është shumë proporcionale, mos po them me 35.000 euro në avion. Pi ver 33.000 euro. Sigurisht edhe këta do bëjnë një ballo, do bëjnë një galar. Ja ti marrë dhe një koment fundit zotit Sulaj që pastaj ndjekim pak aktivitetin e sotëm, tryezën e sotme. Jo thjesht çam kanë parë syt në këtë parlament. Fatkeqësisht po, këtu doja të kuptoja se ta dëgjova. Fatkeqësisht atë çka konstaton zoti Manjani është totalisht e vërtetë. Është e trishtueshme. Kush? Luksi. Disproporcional me gjendjen e parlamentit shqiptar. Të kuptosh, përmbushja e detyrave është në shkallën minore, në shumicën e deputetëve. Që unë mund t'ju them një shprehje. Kam patur momente të cilët me të, po them, përdor termin katërnollikun tim, normalitetin, pse katërnollikun, me të simbolikën, për fshati, për blegtori, për gjithë gjërat, a di çka kam pas edhe nga kolegë të opozitës, edhe nga kolegë të magjorantës, që më thoshin, shiko mërhallin ta, shiko punë tuaj, kryeni punë tate. Është të mërshme, e pa imagjinueshme, që kolegët aty kanë ardhur për detyrë, të përmbushë detyrën, thonë, shiko, përmbushë detyrat e veta. Në një kohë që kur kam marrë në 2005-ën, kam gjetë profesor, edhe në vitet turpë dhe skuqishe kur hyen në parlament, në komisione, apo në seanca plenare. Po filloj që Recep Puga, profesor Recep Puga, Besnik Mustafaj, Gzim Karapici, Ylli Panga, ka emra shumë, dakord. Avokat Gjela, shumë tjera. Edhe krau tjetër Recep Puga, shumë tjera. Erdhi i vino tjetër. Kur e kam thonë, 21 prilli 2008, atër dashë nëse ki pishman që si e më në parlamentin bje. Po nuk ka fare. Janë personale është jurist, me është avokat është i zoti pra 21 prilli 2008 ishte varrosja përfundimisht e parlamentarizmit. Nga që mori që gjithë shka. Aty pra aty. Edhe, tani, të rriq 4 vjetë aty, edhe një moment sot, kur vajtëm ke bari për të marrë një ujë për të pirë, pash një zonjë aty, të cilë është më bote për shtypje kush është kjo. A ishe deputete. Për sytë e balë, se më të bëjmë të punë fëmijë dhe tani, ka për shtypje, thashë, kush qeka kjo? Qa ishte kjo? Po deputete pra se njifsha. Po. Si njifshe, ishte deputete dhe nuk e njifje, se s'ka folur në njerë. Një pozitiv. S'ka dashë të bezdis? Jo, është pëtar keq, po. Ishim kur vajtëm lujtëm futbol në Kosovë, kur ishim para një viti, tha. Edhe në moment njërën, tha, se s'pëjdi avaj që shkeme, se s'mjef më, po së njofi, thasha, qatë themi, thasha, them që t'njof. E kush ishte? Po që nësi ka, më dhe s'do të thoshe. Bulizu me telefonat, se kupton. Si kujtojnë as të lirë, si kemi. është pëtar keq, pra. Njerëz se cilët kjo është degraduar parlamenti. Mos më thon pastaj vrasës, përdonus, drogaxhi, burgaxhi, që janë në parlament. Ata që ikën me dekriminalizim. Është hera parë në histori botërore. Parlamenti bëja vetë për pasur vetën e tij. Ata e përfaqësojnë gjë. Dashta, ndjekim pak këtë tryezën e sotme të parën post zgjedhore ku ishin mbledhur të gjithë, nga kreu i SPAK Altin Dumani, kreu i KQZ Ilirian Celibashi, ishte edhe avokati i popullit Manjan, me qëra fjala, ishin përfaqësuesit politik, ishin përfaqësuesit politik, shoqëri civile, shoqata që merren me zgjedhjet e tjerë, dhe bën një bilanc. I dëgjojmë pak se çfarë thanë. Personalisht do të thoya që është më rëndësi që reforma me qëllim adresimin e të gjitha përmirësimeve të kërkuara të jetë gjithëpërfshirëse dhe me konsensus të gjerë politik. Majoranca gati e cilësuar në kuptim të termave kushtetuese të ligjit e Partisë Socialiste, shpresoj që të mos jetë pengesë në pikpamje formale. Partia Socialiste dhe majoranca do të jetë e gatshme që të adresojë rekomandimet që lidhen me reformën zgjedhore, përfshirë dhe çështjet që u ngritën këtu në mënyrë
të përbashkët me një grup gjithë përfshirës në Komisionin e Reformës Zgjedhore, siç ka qenë tradita dhe që përgjithsisht është mbajtur edhe traditë pavarësisht se si kanë qenë raportet në Kuvendin e Shqipërisë. Mua më bën të ndjehem sikur unë kam garuar në Danimark apo në Norvegji në zgjedhjet e 11 majit. Dhe vetëm lidhe me realitetin në Shqipëri nuk ka patur fjala e drejtuesve në panelin e parë në raport me zgjedhjet e mbajtura në vendin tonë. Janë administruar gjithsej 192 materiale që lidhen me dyshime për krime zgjedhore. Nga këto, 43 materiale kallëzuese janë regjistruar si procedime penale. Për 43 është vendosur mosfillimi i hetimit për mungesë të elementeve të veprës penale. 40 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë pranë prokurorive të rrethave gjyqësore apo drejtorive vendore të policisë. Këto pra ishin konkluzionet e të gjithëve në këtë panel, në këtë tryezë të parë postzgjedhore. Aulon, pse kishe bërë padindaj Ilirian Celibashit të KQZ-s? Për çfarë? Doli dëm kolateral, se mora vesh më vonë, por sot përmendi një fjalë, mazhoranca tha... E ke pikërisht për këtë aktivitet sotëm? Jo për këtë aktivitet, jo. Ja, para ca ditësh. Mazhoranca tha ka përdor asetet shtetërore. Pikërisht për këtë ka qenë kallëzimi im në SPAK, përsa i përket faljes gjobave 2 ditë para zgjedhjeve, unë kam kallëzuar në SPAK Këshillin e Ministrave, sepse nuk mund ndodh kjo gjë. Ligji e përcakton qartë. 4 muaj para zgjedhjeve, deri 4 muaj mbas zgjedhjeve në formimin e qeverisë re, nuk mund të falësh dot gjoba sepse ndikon drejt për drejt është përdorimi i funksionit publik për veprimtari publike ose zgjedhore, veprimtari politike. Tani çka ka ndodhur? Unë fillimisht e kisha bërë vetëm për Këshillin e Ministrave. Kur më kthen përgjigje zoti Dumani të mos fillimit procedimit penal, sepse nuk ishte fakt penal ajo që kisha kallëzuar unë, ndërkohë ndër të tjera në 8 faqet që më kishte shkruar, më nxjerr aty që kishin bërë një ping-pong institucional. Me datën 8 maj, 3 ditë para zgjedhjeve, ministri i Brendshëm i Republikës Shqipërisë, nuk ja di emrin si quhet, ky ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha. Zoti Hoxha, po, i kishte dërguar një shkresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe pyeste Celibashin pikërisht për këtë VKM-n. Thonte, bëj një hetim administrativ dhe shikoja, jemi në rregull neve, kemi shkel në ligj këtu apo jo? Dhe zoti Celibashi i kthente përgjigje dhe i thonte, shiko, këtu nuk është shkel as i ligj, nuk ka asnjë lloj problemi, vazhdoni, procedoni juve. Dhe qeveria të nesërmen fal gjobat qytetarëve shqiptar, gjoba të AKU-s, të gjobat e Covidit, policia shtetit, policia bashkiake, IKMT-ja, gjoba 13 milion. Tani çka ka ndodhur? Unë, si taksapagues shqiptar, që i besoj SPAK-ut në këtë rast, nuk shkova te SPAK-u me pyet, a duhet me pyet Celibashin që ka fakt penal apo jo. Sepse përgjigje SPAK-ut ishte kjo, shiko, e kemi pyet Celibashin, dhe Celibashin e ka thënë që nuk ka problem. Unë nuk besoj që ky është SPAK-u. Pra e ka me Dumanin një në rast parë këtë gjë. E ke me Dumanin, e ke me Altin Dumanin. Patjetër, pa diskutim, edhe me prokurorin e çështjes, me atë zonjë, nuk ja di se si e kishte emrin e zonja. Më ka kthy përgjigje mua dhe më thotë, shiko që Celibashi ka thënë që është në rregull ligji. Për këtë paguhet SPAK-u dhe unë shkova në GKK, në gjykatë shkallës parë, dhe ankimova vendimin e SPAK-ut. Dhe te ankimimi që bëra, futa dhe zotin Celibashi, i cili është në dieni dhe është pjesëmarrës në këtë krim, për mendimin tim zgjedhor, që kanë bërë këta 2 ditë para zgjedhjeve. Kjo është shumë e rëndë. Ti thua duhet kishte vepruar pra një institucion që e konfirmon sot që ka patur përdorim të administratës dhe të aseteve, nuk mund ta lëri thjesht me një deklaratë të tillë. Jo vetëm kaq, por kush është Ilirian Celibashi që përcaktoi agjendën e SPAK-ut në këtë rast? Pra SPAK-u më thotë mu që shiko Celibashi është prek kështu për këtë gjë. Po kam letër, po deshe ta marr letrën. Ja u çoj tani po deshe përgjigjen që më kanë thënë. Dhe unë jam habit. Unë nuk jam jurist. Ja u them me sinqeritet, unë nuk jam jurist, po jam habit se si SPAK-u agjendën e SPAK-ut e bëra Ilirian Celibashi. Por mua kjo është shumë e rëndë. Dhe pingpongun e këtyre që pyes ka gjoja ministri i punëve të brendshme Celibashin që shikon ne kemi nxjerr këtë VKM-n me këtë kemi votuar ligjin me 31 dhjetor, por VKM-n nuk e nxjerrim me 15 janar siç thot ligji, po e nxjerrim me datën 9 maj, 2 ditë para zgjedhjeve për m'u marr votat shqiptarëve, sepse për mendimin tim kjo gjë ka ndikuar drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve. Dhe ka ndikuar drejt për drejt edhe për faktin që unë nuk jam deputet. Sa i matshëm është kjo gjë, do ta bëj SPAK-u në këtë rast. Dhe SPAK-u nuk mund të thotë që këtu nuk ka fakt penal. Por minimalisht duhet bëj një hetim. Nuk ka këll që me hetu Këshillin e Ministrave. Unë verifikova që zoti Rama nuk ishte qenë te kjo mbledhje e qeverisë. Gjithmonë kur ka mbledhje të tilla me incineratorët, mbledhje problematike e drejton Belinda Balluku. Nuk ishte marrë pjesë te kjo mbledhje. Prandaj
Unë e kam duartrokit Spakun kur ka bërë punë të mira, po sigurisht jam kritik, edhe në këtë rast, për mu u thy guri besimit. Ja u them me sinqeritet. Po patjetër që po, personalisht po, jam shumë i zhgënjym nga Spaku që më thotë mu kam pyet Ilirian Celibashi. Ktu kam mbaruar historinë. Sigurisht. Atëherë, në këtë rast. Debati ligjor është një gjë dhe debati moral. Jo, me që e përmendi këtë rast, me që ka ngritur padia Uloni, se unë pastaj dua të të pyes për këto gjetjet e këtij, këtë bilancin që bëri sot kjo Trueza pra tani, është diçka tjetër. Bilanc serioz apo për të larë duart për të thënë që kemi punuar dhe në zgjedhje? Besoj që nuk janë në kontradikt të dy gjetjet, pra edhe pretendimi që është ke ligji, po edhe thënia e Celibashit. Nuk janë në kontradikt. Sepse Celibashi nuk tha që ishte ky rasti që ndikoi në zgjedhje. Po. Në parim, në princip, tendenca e qeverisë për të përdorur burimet shtetërore në zgjedhje është prezente. Kjo nuk mohohet. Dhe këtë nuk e mohon as Celibashi dhe kjo është gjë e mirë. Po kjo është një deklaratë parimore, jo konkrete, jo specifike. Sa i takon debatit ligjor është temë tjetër. Unë nuk mendoj që ka shkelje ligjore, po ka shkelje etike, patjetër që po. Mirë do ishte që ajo VKM mos ishte bërë, ose t'ishte bërë kur duhej bërë, ose t'ishte bërë pas zgjedhjeve. Po pra, nëse do ta kishin seriozisht. E dyta, nuk besoj që ka një instrument që e madh ndikimin në zgjedhje të një gjobe të falur nga koha e Covidit. Pa lidhje. Askush nuk e ka di këtë. Kjo ai ligj, se është bërë ligj, ai është bërë që në 2024. Po. Dhe është bërë me idenë për të pastruar llogaritë e shtetit. Njerëzit as e din fare që i kanë ato gjoba. Kjo është ideja e ligjit. Pra domethënë, ke gjoba me 13 milion lekë ti KMT-s. Përveç këtyre në rastit veçantë, nuk e diskutoj. Nuk e vën dyshim, por jo, u them me sinqeritet se kam verifikuar. Unë nuk e vën dyshim se ti e di që unë se vën dyshim sinqeritetin tënd. Po arsyetohem. Dhe baza është kjo që nëse flitet për gjoba të pavjelura në vite, është një gjë që është rutinë, pra është një gjë që i takon ligjit, jo qeverisë, është parlamenti që e ka marrë atë vendim, jo qeveria. Në këtë kuptim ndoshta Dumani ka rënë dhe ka dhënë atë përgjigje, besoj unë, në kuptimin formal ndukje korrekt. Se di çfarë do thotë gjykata, kuriozëm ta eksplorojmë edhe këtë rast. Por debati a ka patur përdorim të mjeteve shtetërore në zgjedhje apo jo, mbetet, patjetër që mbetet. Mirë, pra tani, për të kthyer pak te Trueza. Dhe këtu nuk është halli që e masim, pas e masim sa ndikon. Tu është halli që përderisa i përdor, unë kam të drejtë të dyshoj. Kaq. Dakor. Mirë, po tani ky fjalimi i sotëm, qoftë i Celibashit, qoftë i Dumanit, është një raport pune apo një mënyrë për të larë, ose një dokument për të larë duart me përgjegjësinë për krimën zgjedhore? Shiko, impresioni që më dha se tash e pash do. Po? Impresioni që më dha është se ne pas kemi gjithë njerëz që merren me zgjedhjet. Nga gjithë Trueza, po jo, po ishin shumë tani, se ishin parti politike. Shesuar shumë para për certifikimi me zgjedhje. Tani mirë pra, tani sot doli për herë të parë Dumani, me që kemi folur këtu në këtë studio, kemi thënë gjithmonë, çfarë ndodhi me këtë task force? Pse s'po bën një bilanc, pse s'po del të flasi, ka sekuestruar ca letra këtej dhe ande, po çfarë ka bërë? Nuk më shkon, ajo që nuk më shkon, që nuk më ka shku asnjëherë. Ndërkohë tha, ka agent pa trajnuar të BG-s? Prit. Partitë politike nuk na i kanë sjell dokumentuara, tani çfarë bën partitë politike? Ti sjellin si ska ECC gati nga Belgjika. Bëjmë një vlerësim të Truezës. Po. Atë Trueza ka thirrë një ambasador. Logjika aty më çon, vin të gatshme pra. Atë Trueza ka thirrë një ambasador. Nga këtu që po thot. Atë Truezë. Për hallet tona, institucioneve tona të shtetit tonë, të zgjedhjeve tona e ka thirrë një ambasador që s'ka asnjë lidhje. Ka zero lidhje. Ambasadori britanik. Zero lidhje. Bëri detyrën e vet, bëri një Truezë. Ma i mblodhi ai gjithë parë. Legena institucional që shkojnë dhe qyravitën të dy ambasadash kemi sa dush, nuk e diskutoj këtë gjë. Unë po them për interesin publik të Republikës Shqipërisë, ata janë karagjoz. Ata janë karagjoz. E kam thënë edhe herë tjetër dhe vazhdoj ta përsëris. I ka thirrë edhe në zyra i ambasador, ky ambasadori britanik, dhe shkon të tre si dele. Dumani, Çela dhe ai tjetri, edhe Celibashi. Si dele, lanë zyrat e shtetit, të lutem se kemi bërë këtë debat këtu. Po këtu e kemi bërë, po. Dhe vazhdon. Ka qenë Bledi, po. Nëse ka farsë, kjo është farsë, kjo është poshtërsi. Dakor? Dhe unë nuk kam asnjë problem që institucionet e shtetit tim bëhen bashkë, edhe diskutojnë për këtë gjë, patjetër që po. Patjetër që po. Mund të ishte bërë shumë mirë sebeb Ilirian Celibashi. Mund të ishte bërë shumë mirë një NGO shqiptare sebeb për këtë gjë, patjetër që po. Po na thirrë ambasadori britanik, na dha edhe një kafe.
qa pas keni bë, pas keni knaq. Kjo është e paraja. Dhe unë vazhdoj të insistoj këti komenti. Insistoj dhe me forcë bile. Mirë. Sepse nuk ka din e iman që i jep drejtim kësaj pune, pas folin një ambasador. Dakor, ky është njëri aspekt. Ky është një aspekt, po është themelor se tregon sa serioze është gjëja. Dakor, për ky është i rëndësishëm. Që tregon seriozitetin e gjës. Vazhdojmë tani sa serioze ishte bilanci që ata bën atje. Këtu është kriju një pritshmëri, se kjo është gjithë problemi. Është kriju një pritshmëri që SPAK-u do bënte navin këto zgjedhje. Ky është problemi. Do arrestonte, do bënte hatan, ku diun se çfarë. Po e ke thënë ti vetë këtë këtu, a? Tani unë kam thënë që është një strukturë që do kafshoj, ata kanë sa mjetë që do përgjojnë, mund të kafshoj. Të lutem, nuk bëj gabime të saj natyre. Kam thënë që po, të kafshon. E ka gjithë mundësinë me të kafshu. Patjetër që po. Tani këtu ka dy alternativë, dy konkluzione ka kjo gjë. O në Shqipëri s'ka ndodhur gjë dhe këta s'kan pasur që të arrestojnë. Ose ka ndodhur, por këta kanë qenë pamundur për ta gjetur këtë histori. Tani me historiera kallëzim është post pilafit. Këto janë pastaj interpretime, komente, të cilat ju e dini që unë jo kritik, po thellësisht kritik. Se nuk bëhet gjyqje penale me opinione, bëhet me fakte, o e zure, o e marshopingat. Kaq. Erle, vetëm një koment. Historia zgjedhur këtu është. O e zure me presh në duar, ose mrapa çka ke thënë, çka është bë, çka tha ky, çka tha ai, mora celularin, sekuestrova shtëpinë, këto janë trapliqe. Janë gjykime popullore, populiste, të cilat vetëm e vendosin SPAK-un dhe drejtësinë në një imazh jashtëzakonisht të pa merituar. E kanë fajin vetë, sigurisht. E kanë fajin vetë për atë. Se vetë kanë kriju këtë pritshmëri. Okej. Pra vetë kanë bërë shumë opinionin publik që do. Me gjuhën e ligjit, kjo është gjuha e ligjit. O ka ndodhur gjë dhe këta se kanë zbulu dot, dhe hajt mirë pafshim, ose s'ka ndodhur asgjë. Duhen trajnuar më mirë. Ose s'ka ndodhur asgjë. Tani, duhen trajnuar më mirë këta në probleme organizative, ato s'më duhen gjë fare mua. Mu s'më duhen gjë problemet organizative të Altin Dumanit. Erla, kam një koment për të që tha, për gjuhën që përdori Zoti Manjani, që tha kafshim. Kafshimi zakonisht i shko qenit. Apo jo. Pra, i bie që dikush nuk i ka thënë skape. SPAK-ut nuk i ka thënë skap. Pra, duhet i thush skap qenit që të kafshoj, pra jo pra që të kafshoj, duhet ta ndërsej qenin në këtë rast. E para, e dyta, pse jo ai me veprime proaktive ndërsehet vetë? Po pra, tu do dalë pra, se ka dy momente gjithë kjo histori. Momenti i parë është e qarku Durrësit. U bë një hone jashtëzakonshme që në qark Durrësit kishim një task force të veçantë ndryshe nga çdo qark tjetër, si një nga qarqe i diktuar nga krimi. Dhe unë personalisht, jo për populizëm, ja u them me sinqeritetin më të madh, kam qenë kandidati i vetëm qark Durrësit, i kam bë thirrje SPAK-ut më vendos në përgjim. Sepse a do me kap ti se të vendos të ty në përgjim? Ta them unë pra shumë thjesht, a do me kap tjetrin ti, a ka ble vota apo jo? A do me kap krim zgjedhor? Vendos në përgjim kandidatin, sigurisht me urdhër gjykatës, unë e di si funksionon. Edhe shikoje, kush e merr në telefon, me kë le takim, me kë merr. Do një dyshim të arsyeshëm. Po pra me dyshim të arsyeshëm po themi se ne na thanë që janë me ilavazh ta në Durrës. SPAK-u tha po rri me ilavazh në Durrës, ta janë. Po po kështu na thanë, më ta them me sinqeritet. Si të thasë të mund ta kuptoj pak çfarë është kjo që mbyllun, domethënë thanë janë aty, thanë edhe po ju shohin. Edhe unë i thash, ore janë vetëm ilavazh në Durrës dhe po monitoronin, po përgjonin. Po ja them me sinqeritet, domethënë njerëz afër SPAK-ut na thanë neve, mora vesh informacion që ishin aty dhe po hetonin. Dhe i thash, merr mu telefonin, vendos mu në përgjim, edhe shif, a bleu vota, kam grup kriminal me vete. Dhe ishte shumë e bukur kjo. Dhe ti me atë rast, mos ke heq fare nga vini ngjarjes. Unë po ja them me sinqeritet, unë i thash, por zotri, merr mu më parë, na kupton, a doni juve me kap krimin zgjedhor? Ja, se unë po i gjuja pragu që të gjon të dera, më po aty su bëha si gjë. Kjo është e para. Pra, shiko ç'a ndodhi pastaj. Direkt sa marrun zgjedhjet u godit grupi kriminal në Durrës, që tutoi një nga kandidatët me 21.000 vota, se ishin dy kandidatë në Durrës. Ë? Dhe ju tha se unë ndryshu strategjia kësaj radhe, nuk u futën kriminalët në parlament, tutor të prostitutave apo jo, trafikantë drogës, u futën klysh të kriminalëve. Kriminalët rrinin nga mbrapa dhe ju tha kriminalëve, ja ku i keni kandidatët, pesha ju specifike do duket se sa vota do mbledhin këta. M'fal, se nuk shpjegohet ndryshe që një drejtor i rëndom të marrë 21.000 vota, pa bërë një nga 3 detyrat që tha Manjani me drejt, pa mbrojtur një kaos publike, pa bërë një ligj, se s'ka folur në parlament, apo jo? Edhe atë tretën, monitorimin e qeverisë. Që është shumë e rëndësishme që qeveria dhe shteti dhe ekzekutivi, pra ekzekutivi dhe parlamenti në Shqipëri janë një. Dhe së dyti, unë mendoj që SPAK-u
Ka pas një provë shumë interesante në dorë këtë rast. Ka pas disa deklarata deputetësh të Kuvendit Shqipërisë, deputet, kujdes, jo kandidat, se unë jam kandidat për deputet Kuvendit Shqipërisë që thanë na kanë vjedh votat. Apo jo? Zonja Gjulameti, zoti Qefalia, etj. Po prit pra u tërhoqën. Pa u tërhoqën nga mesazhi Ramës, po s'pakun këtë rast ku është. Deputet Kuvendit Shqipërisë, ka ne hetim kryesisht për këta? Jo, pra, këto janë dy momente, dhe momenti tretë që e përmenda unë, pra për Padin, po ajo është tjetër, se ajo është çështje personale, pra po e qyjmë personale, se e ka qua Olonin s'pak. Po këto dy momente unë gjykoj që s'paku do duhet të bëjmë. Prit një minutë, se s'kam mbaruar. Jo, se kam një pyetje tani. Celibashi foli atë që përmendi dha Oloni, përdorim të aseteve publike në favor të mazhorancës. Tani është thjesht një konstatim ky apo një alarm që do duhet çonte në hetime dhe në përgjegjësi politike? Se si ullë shokan deklaratat shumë ngajër. Po jo pra edhe herë, kur e kanë pyet Celibashin, ministri Mrençën, Celibashi ka thonë, jo, nuk ka përdorim të aseteve shtetërore. I ka kthy përgjigje me shkresë. Tani, në televizor thot, po ka. Qa ka ndodhur pra? Nuk e di për çfarë shqetësojnë opozitën apo çfarë? Pa jo, me. Unë kam shkresën. Opozita e qetë është për çalli ka opozita? Do në qetësojnë. Për farsën zgjedhore? Qetë, më janë shumë qetë. Çështja nuk do të pa vetëm në pikën fundore. Në procesin zgjedhor 2 muajt e fundit apo ditën e fundit të votimit dhe të numërimit të procesit pas të votimit. Për mua, personalisht, 20 vite që kam aty në politikë, ka një problematik jashtëzakonisht madhe për sa i përket seriozitetit që kanë forcat politike për sa i përket reformës zgjedhore. Këto janë shohat që tha zoti Manjani, që është një shoh dhe është i turpshëm, ashtu si bëhet gjithmonë, se është bërë për herë këtë gjë, me ambasador, me njerëz caktuar që vinë, thonë për ngrihet komisioni, s'bën as nuk blidh asnjëherë, kalojnë afatet, shtyjnë afatet, muaj, 2 muaj, 3 muaj, nuk bën asnjë veprime. Madje edhe me kodin e fundit, me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor të 26 korrik të vitit 2024, keni parasysh detyra që lau Subej Odiri nga zgjedhja e vitit 2021 nuk u reflektuan absolutisht për gjatë 3 vite dhe në fund për në 26 korrik të 2024 për sa përket të kodit zgjedhor. U morën vetëm në mënyrë të përcip me një vendim të gjykatës kushtetuese i cili do duhet që të ishte implementuar shumë herët dhe e lanë në momentin e fundit dhe u morën vetëm me sistemin zgjedhor, se si do ishte sistemi zgjedhor që bën atë të famshëm listat e mbyllura, temëruar, deputetët temëruar, 97 deputetë temëruar me 43 të cilët u votuan. Dhe nga këto 43 tash e dim se si ka qenë rezultati. Dhe edhe vula e PD-s me atë reformë. Jo dhe edhe vula e PD-s me atë reformë. Ta diskutim ajo në blok. Ti themi ca gjëra. Po, sula përfundore. Tregon tani që këto pa përfunduar certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve. Kjo është një shoh që i mblidhen dhe diskutojnë në që ne do fillojmë reformën zgjedhore, se qetësorin që tani, ju të se da fillojmë që nga shtatori. Tu do jemi gjallë, inshallah Zoti di kur e kemi ditën, do shikosh që asnjë lloj gjëje s'ka për të bërë prap disa muaj, po them në vite. Pse? Sepse si një javë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditësh, u bërë reforma gjithë, ku ndryshu sistemi i madh, nga mazhoritare dhe 40 në sistemi proporcional korrigjuar proporcional, në sistemi proporcional rajonal. Për 30 ditë, bile tha urdhën e atëherë, vetëm ngrihni dorë, çka kërkon Fatmir Xhafa, e din sepse ishin marrë vesh në mënyrë tjetër dhe jo në debatin në tavolinë. Në debat jurisësh, debat politikanës, në debat të parlamentit. Ishte krye punët atje, me 2-3 veta, ku dio, thoshte, çfarë kërkon Fatmir Xhafa të ngri dorë, ishte në Bretar, më thonë digje profesionist e Partisë Socialiste. Me Damian Gjinurin, e mbaj me shumë mirë. Të thekemi që të njëjtë gjë bëhet tani. Tani me 26 korrikte. E njëjtë gjë bëhet, lutem. Edhe marrëveshje që kjo si kujtohet 5 short 2020-s. Gjoja që u mblodhë, po në ambasadë u mblodhë. Pyetja është që a ka problemin ligji apo zbatimi ligjit, se tani tu po flitet për përdorim asetesh. Jemi sinqert, asetet me zgjedhje qeveritë kanë përdorur për kokër të qefit sa herë vetë. Edhe do t'i përdorin, mos kemi në iluzion se do të shojë ligji, edhe do të shojë kjo. Edhe që diskutohet tu pa diskutim përbëjnë debat edhe pa diskutim që ka probleme jashtëzakonisht mëdha dhe duhet analizuar dhe do duhet që patjetër të kemi reagim nga institucionet. Por përpara se të themi aty është problemi jo serioz nga partitë politike, nga politika një herë, kupton? Që është nga mënyra se si fillojnë ta ndërtojnë gjithë bien dakord që mos përdoren asetet, se kjo është tema. Formalizojnë kodin zgjedhor. Ama pas do ta bëj një pyetje Bledi se kemi shumë kohë derisa shkojmë në reklamë. Kam një buqet pyetësh. Tani, ti fole për ligjin zgjedhor. Pyetja ime është kjo. Cili nga ligjet zgjedhore
e ndalon që Sara Mile të mori 20.000 vota, që Arken Balla të mori 22.000 vota, që Ervin Hoxha me qëra fjala, që ka 6 muaj që është fut politik, vetëm pse është ministri brendshëm, të marrë edhe ai 20.000 vota. Shkurt fare. Cili ligj e parandalon? Ky ligj fare. Sepse di pse po ta bëj pyetje. Të trekta kandidatë që të pyeta janë kandidatë në listën e hapur. Ta jap përgjigjen. Po. Ta jap përgjigjen. Pyetja është për këtë. Cili ligj e ndalon këtë? Këtë herë ndalon në opozita. Si e ndalon në opozita? S'duhet kishe hyrë fare në diskutim dhe në miratim të një kodi zgjedhor i cili ishte ky u deformuar totalisht në tavolinë. Ky kod zgjedhor është bën 2008-ën, që t'jemi rëndë. Ky është kod zgjedhor 2008-ës. Lena ky është bën me 6 korrik 2004-ës. 2008-ës. Jo, nuk ka qenë 2008 kështu. Ky kod zgjedhor përveç vetëm. Jo. Korrigjimi vetëm është asgjësimi i koalicioneve. Jo pra jo. Çdo gjë tjetër është aty. Të lutem pra. Vazhdo. Në 30 korrik të 2020-ës, është ajo që prishin koalicionin parazgjedhore. Nga aty filloi problemi më. Që aty nuk kishte më fuqi opozita sepse iku nga fusha, bëri ballikun e vet. Tani, me 6 korrik të 2024-ës, isha unë i vetëm që votova kundër. Gjithë tjerë votuan rresht. Sepse i kam thënë dhe kam diskutuar në grup parlamentare në debate. O zotëri, nuk mund të pretendosh ti që sigurosh votën e imigrantëve, fillon nga jashtë shtetit, jo nga vota brenda. Në një kohë që ti ke problematike shitderë të votës dhe mos sigurimin e votës tu brenda. Vetëm një mandat në Vlorë. Të lutem pra. Jo. Po jo, tani nuk mund të thush që një mandat ndikoj ajo. Jo, ma nuk ndikoj. Tjetër gjë ajo. Tani ka një problem. Ti nuk e ke sigurt punën e votës. Ushitu ble kanar zar kanar kështu. Pse nuk zgjodhi siç e ka BE-ja, që ka Romania dhe në të tjerë, të cilët hapin qendra, votimi në shtetet të tjera të Europës dhe votojnë. Mund votojnë më pak, pa fillon nga nepa dal këtu tani. Se kemi kohën, për edhe ti do ishe që nuk do kishe deformim të votës, do ishe më pak votues, sigurisht sepse do shkorin në një qendër votimi në zonë sepse nuk ishe aq afër, por ama kishte më vlerë, ishte votë më saktë se kishte komisioner tuaj. Iku këtu. Vazhdon tek vota brenda, që thuat ti në këtë. Më shumë tani unë nuk du të mbroj absolutisht asnjërin nga Partia Socialiste. Harroj të punë dhe e them shumë sinqerisht këtë gjë. Sepse këtë e shikoj edhe tek 2021 kam qenë vetë kandidat në 2021 dhe shikoj numrin e votave në 2021, të kandidatëve brenda PS-s dhe brenda PD-s për votën preferenciale nëse ju kujtohet atëherë, dhe të cilët dhe në të cilët kjo çoi në këtë deformim, që shumë kandidatë janë sot në listën e mbyllur të Partisë Demokratike të Opozitës. Nuk morën vota atëherë, ishte drejtim të zeros. Në një kohë që vetëm Tirana sot 151.500 vota, 136.000, 400 janë vetë listës të hapur dhe ka prodhuar një mandat. Në një kohë që 14.100 janë votat e listës mbyllur që janë 12. Cili sistem bën ose opozita nuk e kam fare me këtë, e kam me fenomenin zotëri. Dhe di ku e lidh fenomenin. Tani ti je mbështet si Spakut. Nëse ti mendon, nëse Sali Berisha e bëri denoncim, na sa kishte fjalën. Tha Sara Mile është kandidati i çelave. Arken Balla është kandidati i Pojavës. Ky tjetër është kandidati i këtij, ky tjetër është kandidati i këtij. Mendonte që nëse Spaku, se ti ke qenë prokuror vet, do kishte marrë indicje sepse deklaratat publike zotërohet e di fare mirë, janë indicje. Nëse Spaku sot do kishte marrë indicjet e denoncimit të liderit të opozitës, a do duhet kishte prodhuar Spaku që zotrote e ke mbështetur një rezultat ndryshe nga deklarata banale që kena pas 43, kena pas 250 denoncime thoshte kreu Spakut, pa ato nuk ishin profesionale. Pra, Spaku është ajo që thua ti, që po çove gati dhe ky Spaku mos ketë ku të shkojë më. Ky Spaku nuk bën asnjë punë. Po të sfidoj në kundra pyetje. Tani, vjen përgjigje kësaj. Gje një qytetar, një votues, një kandidat të opozitës, një parti politike të opozitës, që ka patur një dhunim, një kërcënim nga Suel Qela, nga Poja, nga Doja, nga Loja, kush ato nuk i di emrat e gjithë forteve ku janë në Shqipërisë. S'ka patur kremzillor apo jo? Jo, një minutë prapë, një minutë. Dhe pyetja tjetër e ime, ti beson në pasur fare zgjedhore? Një buqet me pyetje pas ke deputet e opozitës më zot. Deputet e opozitës. Ti beson tek farsa zgjedhore apo zgjedhjet kanë qenë të rregullat ndershme? Se ndoshta po ja fusi kot tek tumore. Zgjedhjet. Kjo është pyetja ime. Kur për kaq vite Shqipëria nuk ka pas zgjedhje të ndershme. Kjo dihet. Po sa janë të deformuara? Thelbësisht. Okej, gjërat të tilla duhet bën të film. Po çfarë them tani po
A o tha, po mos shën hapur, po mos shën hapur kutitë e votimit për votat e kandidatëve. Ti për mos u di Partinë Demokratike. Ti do më japësh një përgjigje për këtë? Për çështjen po mos shën hapur kutitë e votimit për votat e kandidatëve që pretendojnë përpara që do gjejë trafikimin mafi votave. Në një kohë që të gjithë ka gabime njerëzore më shumë. Ne i mbështetëm për transparencë, në fakt vota është vjedhur ose është manipuluar përpara. Ka apo s'ka farë zgjedhore sipas teje? Ore, që ka deformim të votave pa deformim ka pas farë zgjedhore, ka apo s'ka? Po çfarë quajmë farë zgjedhore ta? Ligji ku është? Ka probleme, jashtëzakonisht forta, ka farë zgjedhore, por jo me deformimin thelbësor të rezultatit. Pra Edi Rama ka fituar zgjedhjet për ty apo jo? Për mua e ka fituar, pse ka fituar? Jo ta them shpjegimin. Pse? Jo ta them shpjegimin. Do ta bëj. Nëse do ishte 72 mandate, por diferenca është e thellë. Diferenca e thellë. E kuptoj. Jam 200.000 vota. Ka një gjë. Ka 5.000 vota, ka 5.000 vota. Po që tani unë duhet të kuptoj, iku i lan duart këto institucione me këtë që bën sot. Mbaroi u mbyll me kaq kjo tani dhe do presim që politika i parlamentit i ardhshëm gjithë bashkë Berisha, Rama, Zeqineja e tjerë tulen edhe të ndryshojnë. Prapë insistoj te kjo gjë që në qoftë se ne presim nga institucionet e drejtësisë. Qoftë ne presim nga institucionet e drejtësisë që të legalizojnë deklarimet politike, ne nuk e kemi shërby as drejtësisë, as besimit, as kujt. Përkundrazi, e kemi dëmtu gjën. Dhe kjo është gabim. Ju kujtoj që Sali Berisha është në ndjekje penale me një kallëzim politik. Dhe është e papranueshme. Ju kujtoj që Ilir Meta është në burg me një kallëzim politik. Sot mbeti në Po, është në burg me kallëzim politik. Sepse drejtësia ka ndjek kallëzuesin politik. Dhe kjo është e papranueshme. Është e papranueshme. Po në këtë rast e zgjedhjeve kallëzuesi politik si kishte bërë kallëzimet si duhet. Kallëzimi politik vlen. Do ta ndajmë, mos kitë vetëm Bledia të pothoja, që në ato raste kallëzimi politik ka qenë i kopsitur te zgjedhjet. Pas ka qenë i paplot. Por nuk duhet, ku diun, Arjan Velia është me një kallëzues politik edhe anonim bile. Në burg. E palishme nuk është, Manjan. Edhe një herë. E ka ligji. Po, është e palishme, me thonë drejtën. Sepse është ke ligji proporcionalitetit. Që gjykatat shqiptare sot, asë qethin fare. Po është tem tjetër kjo, tani mos ngelim ke kjo. Pra si ka që kjo vlen propozitën dhe s'vlen për mazhorancën. Unë insistoj të ky lloj standardi në jetën në hapësirën politike dhe publike. Kallëzimi politik duhet i njohuar. Në maksimumin e vet. Kush do ta bëjë atë? Okej. Dhe drejtuesi i prokurorisë që fshihet pas cilësisë së kallëzimit politik nuk ka bërë punën. Sepse pritet për diçka tjetër, ati i kërkohet diçka tjetër. Jo më kallëzoi partia X kundër partisë Y. Partit këtë punë kanë bërë gjithë tjetër. Dhe terminologjia e fjalorit politik që përdorin partit nuk është penale detyrimisht. Dhe mos e kërkojmë ne se s'ka fars zgjedhjesh në kodin penal. S'ka, nuk ekziston vepër penale. Është temë politikaj. Ne po flasim po. Të nëse ti kërkon spaku që pse se ton farsën vllai, nuk e njoh këtë farsën thotaj. Do të jetë përgjigjen e thap që ja ka dhënë aty. Okej. Dhe ku jemi hiç gjikundi. Dhe krijohet një kakofoni publike në jetën publike që duhet nda kjo gjë. Ne biem dakord 328.a ja kanë përcaktuar se cilin është s'ka fol për ligjin dhe vendimin e qeverisë besoj. Të ka bërë dallimin. Për ta përmbyllur, lutem se jam me vonë. Tani punë kush po e bën punë? Se prapë spaku do shkojë. Po shkojmë te intrigat e brendshme të opozitën dhe opozitën. Unë jam kundër standardit që kallëzimi politik të jetë i gjykueshëm nga drejtësia. Kjo është tani ne jemi në vend. Kjo është kompozitimi më kallëzimi politik e bën mazhoranca, ajo bëhet vepër penale. Po thash që ka bërë mirë mazhoranca Morxhan. Dhe kur e bën, jo po them, jam shumë dakord me po të them që kallëzimi ta ulan Baras bëhet në burg Sali Berisha. Çfarë na tregon ky standard pra? Kallëzimi i Valter, Prit një minutë se ajo që po përpiqet Bledi të thotë është që kur ta ulan Balla denoncon Sali Berishën, spaku e vepron. Ndërsa kur Xhelabi e Belit Kolliçi denoncon zgjedhjet në është i paplot. Dallimi është ky. Ora mos duhet të shohë opozita këto Bledi. Si çfarë ka patur të paplot? Bledi mos duhet të trajtojë dhe opozita se si të Bledi faktet për zgjedhjet. Tjetër pra, s'ka zgjuarsinë i drejt Beqiri dhe nesër angonit pra. Dallimi nuk e kemi nesër angoni drejt Beqiri, denoncimi jot nuk vlen. Kjo është dallimi në që kemi në arsyetim është kjo. Unë po përpiqem të them një gjë tjetër.
Vetëm përfundoje, të lutem. Që nuk e zështë, do më dhenë, e kuptoj për barazime, që ja merë ati merë edhe këti tjetëri. Po nuk e zështë gjë. Po pra, unë jam mos ja merë asë njerit. Po kur e merë të mirë se merë tjetës, shpërna të tregon kjo, kjo është shgabim, dakord, nuk e por ka një gjë, në qofë se ne kërkojmë, të lutem e fundit, në qofë se ne kërkojmë legitimitetin e zgjedhjeve tek prokuroria, është gaf, është rënd, shumë e rënd. Nuk ta e prokuroria legitimitet, vulën e legitimitetit. As drejtësia nuk e bën. Aktor vetë kur tha që unë do vetë task force. Nuk besoj që nisëm të bisedë duke kërkuar legitimitetin nga prokuroria. Është absurde. Thjesht po përpiqeshim të kuptonim nga ky bilanc i sotëm çfarë na tregon institucionet. Çfarë thirr në kaos pak. Ta tham pra çfarë thirr në kaos. Institucionet kryesore që ndërtuan task force. Thirr në kaos pak. Ku që fas pak që ti duhet të ruash zgjedhjet? Që në fillim ta tham ku ligj. Ligj, krimi zgjedhor. A bëmë emisioneve para nisjes fushatës që të bëhet task force çfarë thashun? Po ruaj, thash, nuk po them asgjë, nuk po paragjykoj le ta shohim çfarë bëjmë. Tani do e bëjmë gjyqin tamam. Ta nisim nga kjo që thotë Ylli që unë jam kundër denoncimit publike dhe politike, por ama edhe një do ta themi dhe duhet ta ritheksojmë që këtu kur bëhet deklarata politike dhe aksione politike nga mazhoranca, këto të gjitha përfundojnë kokër bukur për secilin që është objektiv. Ilir Meta, Sali Berisha, Erion Velia e Podoni, Arbena Metaj edhe Ervin Saliani. Dhe kur denoncojnë opozita dhe opozita nuk e ka as me asnjërin nga mazhoranca, por e ka me bandat kriminale. Sepse kur Sali Berisha foli për këta kandidat, nuk e kishte me Sara Milen personale, por e kishte me bandat që i rrinte nga mbrapa. Dhe shiko çfarë standarde është vendosur, që këtu kur denoncohet për politikanët bërë shkret e shtetit, ata përfundojnë burg. Kur bëhet fjalë kur denoncohet për ata që vetë Spaku po jeton si element kriminal, këtu amnistohet. Tani këtu a ka i problem? Ka vetëm i Zoti Sula, a ka i problem këtu ke gjithë kjo analizë? Vetëm i ndërhyrje. Vetëm i ndërhyrje dhe duhet shkojë reklama e ka kaluar shumë me një sekondë. Kush e bas Spaku debat thash shumë don. Kush e bas Spaku protagonizmin e madh për medalë për me thonë që unë do bëj namin. Se kështu thon, domethënë bashkë me KQZ dhe Manjani, pra që në një mënyrë e mbarshëm opinionin bashkë me provorinë e Tiranës, se na herë këto bashkëpunimet që këta bëjnë, domethënë shko ministri i drejtësisë te KQZ-a thotë ne do bashkëpunojmë. Ora e ka detyrë ligjore. Ç'është kjo histori? Ne do bashkëpunojmë. Për një sekondë. Pisa vizive. Po ja shesim njerëzve sapunin për djath. Ne thot kemi vendosur sot që do bashkëpunojmë. Po kjo është detyrë e atyre. Ç'është shkresa me njëri tjetrin bashkëpunojmë. Çdo gjë ka edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kan dytë, kur shkon te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, para se me hyte Kasi, se janë bosi i shtëpisë aty, është një zyrë, edhe shkru Task Force-a, Prokuroria Përgjithshme, Spaku, KQZ, edhe hapa derën e ditë, me të thonë drejtën, e hapa aty. Çfarë gjet aty? Ore, por çfarë merrni rrogën ju i thashë? Çfarë jeni ju thashë? Çfarë punoni këtu? Çfarë bëni? Ishin në derën i thanë. Kjo asnjëri as i përgjigje, e kupton. Pra, po patjetër që mban se isha duke pritur vendimin e Kasit, edhe pash të zyrën. Pra, me bë propagandë, nuk i na lë njëri më, dakord jam unë, më kupton. Po mos ta marrin përsipër i gjë që se bën dot. Thuaj pjesën tjetër po të duash atë për mbledhjen tënde. E ke të shkurtër apo e ke? Kam të shkurtër. Unë me që po flasim për Spakun, unë kam këtë perceptim për mendimin tim. Qofse në 2021 Edi Rama pati një leje për t'i vrarë zgjedhjet, po doni edhe nga ish ambasadore amerikane, sa herë garancia e Edi Ramës për t'i vrarë zgjedhjet, për t'i blerë shumë herë më shumë se sa i duheshin dhe sa madje ai parashikonte, ka qenë struktura e posaçme antikorrupsion dhe kreu i saj Altin Dumani. Sepse e ka bërë. Dhe për çfarë që përfitimesh, unë mendoj që shumë shpejt këtu do t'jemi dhe do ta diskutojmë dhe këtë. Mirë, sigurisht që këtu do jemi dhe do ta diskutojmë. Shkojmë në reklama në pjesën tjetër, po të Spaku do ndalemi, sepse është gara për kreun e BKH-s, janë skualifikuar 6 nga lista e 13 kandidatëve, kanë mbetur në garë 7, por ka dhe lëvizje të tjera brenda këtij institucioni, brenda Spakut, ka shkarkime të cilat kanë mbetur në hije, duam të kuptojmë çfarë janë këto? Luftë për më shumë pushtet brenda institucionit apo luftë për më shumë drejtësi? Pas reklamave.